datës 11 gusht 2026. Kemi një ditë, si ditë e martë, është një ditë që me shumë e rëndësishme astrologjike, sepse Marsi futet në gafore në orën 10:30 sipas orës tonë. Ky është fenomeni kryesor i ditës dhe ndryshon menjëherë tonin energjisë së muajit. Deri tani Marsi ka qenë në binjak, duke sjellë lëvizje, komunikime të shpejta, nervozizëm nganjëherë dhe debate. Shumë informacione dhe veprimet shpërndara me hyrjen e Marsit në gafore, shumë informacione dhe veprime do të thotë që do të ndryshojnë në shenjën e emocionit për mbrojtjen, familjen, për të lidhur me sigurinë, shtëpinë dhe jo vetëm kaq, por dhe kujdesin dhe ndjeshmërinë. Marsi në gafore nuk vepron si Marsi i drejtpërdrejtë dhe i ftohtë. Ai vepron nga ndjenjat, ai lufton për ato që do. Ai mbron familjen, shtëpinë, kujtimet, njerëzit e afërt, por kur ndihet i pasigurt, mund të reagojë në mënyrë indirekte dhe mbrojtje të tepruar, por me nervozizëm dhe emocion, me fjalë që dalin nga lëndimet ose e nevojshme për të kontrolluar atmosferën familjare. Prandaj, kjo ditë hap një periudhë ku duhet shumë kujdes mbi reagimet emocionale, sidomos ato familjare, marrëdhëniet dhe ndikimet të mëdha që lidhen me familjen. Më të ndikuar janë shenjat që kanë përballë, cilë ka përballë vallë